Shumëllojshmërinë e produkteve bujqësare, fermerët dhe prodhuesit e komunës së Tuzit kanë mundësi t'i paraqesin në panairin e produkteve tradicionale. Të dielën me 9 tetor 2022 pranë Shtëpisë së Kulturës në Triesh, në kuadër të aktivitetit Panairi i bujqësisë dhe ushqimit të shëndetshëm, u mbajt panairi tret me radhë i ushqimeve të produkteve tradicionale vendore. Ndër produktet kryesore që ekspozohen aty janë djathi, mjalta, bime dhe frutat e ndryshme, mishi i thatë, patatet, lakra e kuqe e të tjera, produkte këto që vizitorët nga Majësia e jo vetëm patën mundësi që t'i blejnë. Ky aktivitet filloi me një pikë muzikore të interpretuar nga shoqëria kulturore artistike Besa nga Trieshi. Zonja dhe zotrin, mirë se vini në Triesh. Mirë se vini në panairin e tretë tashme tradicional Expo Trieshi. Për fillim me lejoni ta falenderoj shoqërinë kulturore artistike Besa që me muzikë hapën ditën e sotme. Siç e dini, panairi Expo Trieshi është projekt i një grupi aktivistash vendas me banim në Triesh, por edhe Gjetiu. Panairi nuk ka karakter politik, por ekonomik dhe social. Përmes tij promovohet vendi dhe prodhimet bujqësore siç janë produktet e qumshtit, mishi, mjalti, patatja, qepa, rrepa, lëngjet alkoolike dhe jo alkoolike, çajrat e ndryshëm e tjerë. Promovohen po ashtu produktet artizanale që pjesëmarrësit e panairit sjellin me vete. Ky panair është treguar i suksesshëm edhe viteve të tjera. Prandaj, duke organizuar aktivitetet e ngjashme, edhe prodhuesit bujqësor motivohen, sepse produktet bujqësore të Trieshit ishin shumë të çmuara në Malsi, por jo vetëm. Ato ishin shumë të çmuara edhe në tregun e Podgoricës. Mirë po, nuk janë vetëm këto objektivat e panairit. Prodhuesit kanë nevojë për informacione sa i përket tregut dhe çmimit. Pastaj vjen edhe deri te ndërmjetësimin e mes institucioneve shtetërore me prodhuesit mbi subvencionet e tjerë. Përmes këtij panairi padyshim që promovohet edhe Trieshi si vend turistik mjaft i bukur që dita ditës po bëhet edhe më i frekuentuar. Në emër të organizatorëve foli Kol Lucaj, i cili uroi mirëseardhje në panair prodhuesve nga gjithë Majësia, por edhe të pranishmëve që ishin në një numër të madh.
zonja e zotrinj, me lejoni që në emën të organizatorëve të ju dëshirojmë mirëseardhjen në panairin e tretë të ushqimeve dhe produkteve tradicionale këtu në Trijesh. Ne si organizator jemi përpjekur që të krijojmë kushte sa më të mira, që të kalojmë një ditë sa më të bukur këtu. Si për prodhuesit të cilët kanë ekspozuar prodhimet e tyre, po ashtu edhe për ju të nderuar musafir. Zona e Trijeshit, zëtësisht trieshanët, për krah besës dhe burrërisë, ishin të njoftur edhe si shtëpiak të mirë. Këte mund të vërejmë shumë lehtë edhe këtu në këtë ditë sot, ku prodhuesit vendor edhe përkundra kushteve të vështira, si ajo e mungesës së ujit dhe të tjera, me punë të madhe dhe për kushtim, po e mbajnë gjallë këtë vend. Dhe këtu, para nesh kanë sjellur disa prodhime të tyre, të cilat e zbukurojnë dhe rrisin këtë bashkim. Pa tjetër duke falenderuar edhe natyrën e pastër dhe të shëndosh, e cila jep mundësi ma shumë për të prodhuar ushqime të shëndosha dhe cilësore. Mbasi që në panajire të tilla kërkohet punë, angazhim, kërkohet edhe shumë gjanat e tjera të cilat kësaj here nuk kanë munguar, duke i falenderuar të gjitha ata që na mbështeten dhe na ndihmuan të organizojmë këtë panajir. Me lejoni që para jush t'i prezentoj dhe t'i falenderoj në emën të organizatorëve. Mbështetësit dhe sponsorët general të këtij panajiri janë Komuna e Tuzit, Organizata Turistike e Tuzit, Shoqata Jehone e Malësis, Fondacioni Trijeshi, Art Keramik. Falenderojmë për bashkëpunim dhe mbështetje. Organizatën turistike në krye me Leonorën Dedivanaj, sektorin e bujqësisë pranë komunës së Tuzit me sekretare Ismeta Gjoka, kryetarin e bashkisë lokale të Trijeshit Dhesh Cacaj, drejtorin e shkollës fillore në Trijesh Leon Gjurafshaj. Gjithashtu falenderojmë edhe mediat të cilat janë prezente këtu sot. Në radhë të parë falenderojmë televizionin Vendas, televizionin Bojin, i cili gjithherë gjendet pranë nesh në vendet të tilla. Gjithashtu televizionin e Malit të Zi dhe të tjerat media këtu që janë prezente. Hapjen solemnë të panairit e bëri sekretarja e Sekretariatit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Ismeta Gjoka. Të nderuar qytetar të Trijeshit, të nderuar vizitor, të nderuar bujq ekspozues. Në emër të komunës të Tuzit dhe në emër tim personal, ju përgëzoj për këtë manifestim. Pra, komuna e Tuzit këtë vjet është bashkëpunëtor apo jemi bashkua këti manifestimi, me qëse edhe komuna e Tuzit e ka organizuar këtë vjet panairin e bujqësisë dhe produkteve ushqimore. Pra, komuna e Tuzit i kushton shumë kujdes prontarisë bujqësore, me qëse prontaria bujqësore është një veprimtari me të cilën e ushtron pjesa dërmuese e qytetarëve të Tuzit. Prandaj edhe në të ardhmen ne do të vazhdojmë të përkrahim prodhuesit kudo që janë edhe këto soj manifestime. Faleminderit për ftesë edhe e shpalli këtë panajir të hapur. Faleminderit. Me këtë rast, neve intervistuam disa nga prodhuesit dhe ata për televizionin Bojn u shprehen. Kjo është hera e parë që marrim pjesë, shumë bukur, jam mbledh shumë narod, shumë bukur. Me çfarë produktit jeni paraqitur ju këtë sot? Kjo është djath i vjetër lopsh, pej lopëve nanës, sa tem. E ke marrë me pa një mujshim me shigjan, një mos mujshim me banë që e pak. Këtu është prodhimi i djathit, keni djath të vjetër apo dhe djath të njom? Jo, veç djath të vjetër, djath të njom me lamë të shpia. Duke qenë se është edhe një krizë globale, për ndryshim nga vitet e tjera, si është çmimi i djathit si vjet? A është rritur? Çmimin e kem rritur veç i fije. 4 euro është kilja e djathit, çmimi është shumë i vogël, por
s'kem çka bajmë. Është vetëm fillimi, por duhet të di se sa janë të interesuar qytetarët e Malësisë të blejnë produktin tuaj. Qytetarët janë shumë të interesuar se djath gati kur kush nuk pan lop, atër ka shumë interes për djath. Këtu po shohim se po zhvillohet panajiri i ushqimeve tradicionale. Duhet të di, është kjo hera e parë që merrni pjesë? Jo, hera e dytë. Me çfarë produktit jeni paraqitur ju këtë sot? Mjalten. Pse pikërisht mjalten? Paj merrna me këtë punë, atë na veç ta paraqisim mjalten. Duke qenë se është një krizë globale dhe çmimet e ushqimeve janë rritur, në krahasim me vitet e kaluara, është rritur çmimi i mjaltës? Jo, i njëjti ka mbetur. E dim se është vetëm fillimi i këtij panajiri sot, por duam të dim se sa janë në përgjithësi qytetarët e Malësisë të interesuar për me ble mjaltën. Janë të interesuar shumë. Pikërisht na e kem, si të them, të shitun tonë vetëm të marr pjesë. Për të gjithë ata që nuk do kenë mundësi të marrin pjesë këtu në panajir për të blerë mjaltën tuaj, ku mund të lajmërohen dhe të gjejnë këtë mjaltë? Te shtëpia. Jo, nuk është hera e parë, por është hera e tretë. Dhe më thanë tash 3 vite organizohet panajiri dhe ju jeni ekspozues të rregull. Duhet të di se këtë vit me çfarë jeni duke u paraqitur? Këtë vit jam paraqitur me rush amerikan, si shpesh njëllë ju vetë. Kemi sjellur edhe shumë produkte tjera, djathin, kosin, mazen, kështu me radhë, po ashtu kam sjellë edhe disa punime të mia për të shitur. Për çfarë janë të interesuar më së shumti qytetarët e Malësisë për të blerë? Më së shumti janë të interesuar për rush amerikan. Po sa u përket edhe pikturave tua që i pa me aty, a janë të interesuar që ato t'i blejnë? Jo, nuk janë të interesuar më shumë, por prapë se prapë janë të interesuar. Si qëndron çmimi këtë vit, duke qenë se dim se është edhe një krizë në mbar botën, a janë rritur çmimet dhe sa jeni ju të kënaqur me atë se çfarë keni prulluar, sa i shisni edhe me atë se çfarë ju fitoni mbrapa? Çmimet janë mjaft të larta, por duhet me i mund dhe çmimet të cilat me kanë dhe njerëzit tjerë të konsultuar me to. Mirë se keni ardhur. E treta herë që marr pjesë. Mirë shkon puna, gjithçka në rregull. Këtu po shohim pije të ndryshme, duam të dim se çfarë llojesh janë dhe si ka ardhur deri te prodhimi i tyre, diçka më shumë të dinë edhe qytetarët e Malësisë. Pa këto prodhime, pe vetit I kem masoj këto prodhime që janë prodhuar gjithmonë, tradicional, si më thon, pe ventit. Ka gjithë farë llojet, kem janë pe thanet. Kjo është prej I murris, pe një aty. Pej hinjëthet, prej kulbrinjet që ke këtu, kem pej thanet, prej ftonit, ven, rakin rushit, pej dlinjet, tona janë këtu, që banë këtu, që janë prodhim këtu, vendor që banë këtu. Qytetarët e Malësisë, për cilin produkt janë më së shumti të interesuar që ta blejnë? Hala, nuk janë, po, unë fullem bolë thegër, po ajo ma shumë ta përdoret, edhe rakin rushit, vena e mirë, edhe këto do janë di lachet, mira që për shumë kjo është për zemër, shumë e mirë, kem edhe kjo medra, ka këtu, dardhe e eger, të janë si bare kështu, si më thonë. Po, se përket çmimi, si sjellje çmimi I këtyre produkteve? Paj, si do janë 15 evra, do 10, do 8, shtu si pas. Është vetëm fillimi I këtij panairit, por duhet të di se sa në përgjithësi qytetarët e Malësisë janë të interesuar për blerjen e këtyre produkteve. Po, të interesuam ka, po hala, si më thonë, hala nuk ja din vlerën se sa të mira janë. Dikush ja din e ble, po me siguri që ka më kanë mirë. Po, për ata qytetarë që nuk do kenë mundësi të jenë pjesë e këtij panajiri sot, ku mund të gjejnë këto produkte tuaja? To mund të gjejnë te vetë shtëpia, dhe këtu e kam godit me numër telefonit.
Jemi këtu në panajirin e prollimeve vendore në Trieshin legjendar. Ky është viti i dytë me radhë në cilin marr pjesë, edhe jam shumë i kënaqur me artikujt që i vinë këtu, edhe me njerëzit që i prollojnë këto gjana. Kish me pacijef shërbete në të navise në Malësi, shërbete si shembull e tjetë si shembullore kjo gjë për mu bashkua në këtë panajir të kështozëm. Me cilat produkte jeni paraqitur ju këtu sot në Triesh? Sot kam ftoj, kam rushë razakli e raki thanash. Për cilat produkte qytetarët e Majësisë janë më shumë të interesuar për t'i blerë? Këtu tash sot po blenë më shumë të patatet, djathin, mishin e thatë, edhe këto pemë, bollat, ftojt, rrushin e kështu. Po, sa i përket produkteve tuaja, tha se keni raki thanash që nuk gjendet shpesh. Do të di se si ka ardhur deri te prodhimi i kësaj rakie. Raki thanash prollojmë, blidhen thanat, qiten në trop, rrinë 4-5 muaj derisa kalben mirë, atëherë vehen muzije. Kjo raki zihet 2 herë. Dhe me tha piqet 2 herë, për i punë se herën e parë kjo nuk ka alkohol. Veç të dytën herë atër e qetë alkoholin. E kështu, kjo si trop piqet diku rreth vitit ri. Si qëndrojnë çmimet e këtyre produkteve që i keni paraqitur ju këtu? Ftojt janë ka €1 gjys, rrushi ka €1 gjys, rakia thane është 30 euro litra. Sa jeni ju i kënaqur me blerjen e produkteve tuaja që po bëjnë qytetarët e Majësisë? Jam i kënaqur shumë, jam i kënaqur edhe po të them kisha me ditë shërbete si shembull krejtën tonë Malësi mu organizua ka në hot, në grud, në koj, në tëna viset e Malësisë kish me da të organizohej kështu. Po për ata qytetarë që nuk kanë mundësi të vinë sot të vizitojnë këtë panajir me këto produkte, ku mund të gjejnë këto prodhimet tuaja? Gati të gjithë mund vinë të numri telefonit, të gjanat, edhe mundi fitojnë produktet. Ky panajir mbahet tash 3 vjet me rend, është e treta herë që marr pjesë me këto produkte që i prollojmë që i ke. Me cilat pikërisht produkte jeni paraqitur ju këtu sot? Sot jem paraqit me kartolla, rrush, pite klinit, mas, këto gjanash që i kem shtëpiake. Për të cilin produkt qytetarët e Majësisë janë më së shumti të interesuar për ta blerë? Po më shumë të janë interesuar për pite. Alla për kartolla, megjithëse këta kanë ardhur disa edhe pe Podgoricës, ata janë ka shumë të interesuar për kartolla, bile gati janë marrë, po më duhet më shkoj me prunë prap. Si sillet çmimi i këtyre produkteve, duke qenë se dim se është edhe një krizë globale, janë rritur çmimet për dallim nga vitet e tjera? Nuk ka tërnon çmimi, as i kartollave, as i pites. Si që ka vjetë, se kem shtuar çmimin hala, por do të shohim, ndoshta edhe bajmë pak korrizimin e çmimeve, se tona çmimet janë po rriten, por se kem kartollat si vjetë, ka evri kem shit, domethënë. Sa jeni ju i kënaqur me atë që po shisni, jo veç këtu sot në panajir, po në përgjithësi, duke qenë se produktet e juve i shitni edhe jashtë këtij panajiri? Me thënë drejtën, në tona produkte që i kem tona i shesim, me thënë shumë, Podgorice, në Tuse, i kem tona të shitme, se vërtet, tash po edhe po vje si luvdim, por janë cilësore. Do me thënë është njofrun patatja, kartolla e Trieshit, to gjana tjera tona, se s'jem diçka prollues te përzmej, por ato që ka kem, tona i kem të shitur, në tona s'kem problem me plasmanin e tyne.
Gjuajtja me hark është një nga sportet më të vjetra në botë. Karakterizohet si një sport i saktësisë dhe përqendrimit, qëllimi i të cilit është të gjuajë një shigjet në qendër të një shënjestër me një hark. Në gjuajtje me shigjet u ndan çmime për 3 vendet e para. Vendi i tretë i takoi Toni Njunçaj me 40 pikë, vendi i dytë Leka Rapaj me 55 pikë, ndërsa vendi i parë i takoi Albert Dukaj me 60 pikë. Fran Dukaj. Dora Dukaj. Evan ten Hoven. Leonora de Divanaj. Ratko Vujović. Në ritmin e muzikës nga DJ, vizitorët e këtij panajiri shijuan në një atmosferë ndryshe produktet tradicionale të Trevës së Malësisë.